Visar Ademi, kandidati i pavarur për Gostivarin, hapi mbrëm zyrtarisht fushatën zgjedhore në qytetin e Gostivarit. Para qytetarëve, Ademi theksoi se do ta transformoj qytetin e Gostivarit duke e pastruar nga mbeturinat, qente ndacak dhe njerëzit të cilët kanë zënë pozicionet e punës në logon e partisë. Do mundohem që 3 pikat kryesore, pastrimi nga mbeturinat, nga qendra ndacak dhe nga personat përtac që rinë kafe, pizzeri, në kafiq nuk shkojnë punë, do përfundoj. Nuk do ketë më njerëz të cilët nuk janë produktiv. Si do t'i vlerësoj ata unë për punën e tyre, ata do më vlerësojnë mu dhe qytetarët do më vlerësojnë mu. Unë bas një viti do bëj një referendum. Nëse dikush nga unë është i pakënaqur, unë do e dhuroj rrogën time për kauza sociale. Në vitin e dytë, nëse e marr vlerësimin e njëjtë, unë do të tërhiqem nga pozicioni. U premtoj publikisht se nuk do merrem, nuk do i pres të ketë zgjedhje. Do të tërhiqem nga pozicioni nëse qytetarët mendojnë që pas vitit dytë nuk i kanë plotësuar pritshmëritë e tyre. A nëse ato nuk i plotësojnë pritshmëritë e mia, atëherë do duhet largohen vetë sepse unë do bëj vlerësimin e performancës të çdo punëtori në komunë. Nuk mundet më këtë lloj zhvillim të këtij qyteti të haj rrogat e punëtorëve përtac, militantëve partijak dhe personave të cilët e glorifikojnë kryetarin e partisë, mbajnë llogon e partisë. Përndryshe, Visar Ademi ka zyrtarisht numrin 91 në flet votim për zgjedhjet lokale të 19 tetorit. Ademi është doktor shkence në shkencat ekonomike, figurë publike dhe ka qenë mjaft aktiv në skenën politike me komentimin e aktualiteteve politike dhe ekonomike.